Përshëndetje, unë jam Elida Zylvari, kryeredaktore e Portalbit. Ky është emisioni jon i radhës, të cilën e organizojmë së bashku me Nova TV. Mysafiri jon i sonetëm është zotëri Zeqiria Ibrahimi, është nënkryetari i Lëvizjes Besa, si dhe bartës liste në njësi numër 1 nga koalicioni Rilindje me Besë. Zotëri Zeqiria Ibrahimi, mirë se erdhët. Mirë brama, mirë si u gjeta. Faleminderit. Rikujtojmë edhe njëherë që ky emision është i drejt për drejt, prandaj pyetjet e juaja mund t'i parashtroni në faqen tonë në Facebook. Zotëri Ibrahimi, në platformën e juaj politike e keni ridefinimin si një program i cili mund t'i zgjidh problemet e shqiptarëve. Në të kemi pas se keni dy faza, akute dhe afatgjate. Në fazën akute ju parashikoni që të ketë një qeveri ekspertësh me ekspert ndërkombëtar që do të bëjë regjistrimin, pastrimin e listës, do të formojë gjykatën speciale. Mirë po, realisht kjo qeveria teknike apo nuk ishte ekspertësh, por mbaroi. Pse ende ekziston kjo si ofertë, domethënë kur nuk mund të kemi më realisht? Kështu domethënë, së pari herë duhet të theksojmë se ky dokument të cilit ju i referoheni është një propozim të cili Lëvizja Besa pa të publikuar në mars të vitit 2015, në kohën kur filloi publikimi i të ashtu quajturave bomba të opozitës maqedonase. Dhe atëherë ishte ky propozim që ne e quajtëm platforma ridefinimi, e cila në të ardhmen u shndrua në motiv të gjithë ofertës tonë politike. Domethënë, në atë rast ajo ishte që të zgjidhet një krizë e cila pat eskaluar dhe ne atëherë e kishim këtë fazën akute dhe fazën afatgjate. Mirë, po ende keni në sajt, në website-in tuaj. Po, domethënë ajo të mbetet si dokument që ne e kemi publikuar dhe sigurisht që nuk do fshihet. Dhe në atë rast, domethënë, në mars të vitit 2015 ne kishim propozuar të themelohet prokuroria speciale, të themelohet gjykata speciale, të bëhet një qeveri ekspertësh, të bëhet një këshill, pastrimi listës, këto gjëra që siç e dimë ne prej asaj që ne e kishim propozuar u bë shumë pak ose pjesërisht çështja e pastrimit listës, këshilli për bordi për radio televizionin të Maqedonisë u bë ashtu siç u bë që tashmë di opinioni, u themelua prokuroria speciale, por nuk u themelua gjykata speciale që siç e dimë gjithë ishte arsyeja që pastaj proceset që i ngriti kjo prokurorit mos kenë epilog në gjykatë. Mendoj se kemi qenë vizionar në artikulimin e një ideje se si duhet të zgjidhej kriza dhe më vjen keq që faktorët e atëhershëm politik nuk e rrokën këtë propozim në plotninë e tij që të mundeshte vërtet të zgjidhej kriza. Ne mund ta imagjinojmë se si do kishte qenë sot Maqedonia po të kishte edhe gjykatë speciale dhe sa më e favorshme do të kishte qenë gjendja e përgjithshme në Maqedoni. Përmendët se lista zgjedhore nuk është pastruar plotësisht, po a besoni ju se atëherë ka kushte për zgjedhje të drejta dhe demokratike? Shihni, domethënë ne për shkak se nuk ishim pjesëmarrës në realizimin e bisedimeve që i bënin 4 partitë, të cilat aso kohë njiheshin si parti më të mëdha, pse sot mos zblen ai kriter. Ne nuk ishim pjesëmarrës të atyre bisedimeve dhe ata ishin ata që e vendosën çështjen e pastrimit listës zgjedhore. Fakt, pastrimit në thonjza për shkak se ne e dimë që gati 30.000 qytetarë shqiptar u fshin për listës, ne pastaj kishim një aksion që
ti alarmojmë gjithë qytetarët që të rikthehen listë dhe u bë një mjegullim të cilit të ne, siç e kishim theksuar atëherë, e shqyrtuam edhe mundësinë që të mos marrin pjesë fare në zgjedhje, por pas konsultimeve që i bëm me bashkësinë tërkombëtare, ata ishin të mendimit se megjithatë nuk do të mund të manipulohet procesi zgjedhor dhe nësaje të mirëbesimit që ne e kemi me bashkësinë tërkombëtare, e vendosëm që të përfshihemi në zgjedhje. Në rregull, të rikthehemi pra të ridefinimi me kërkesat aktuale, ju kërkoni ridefinim të sistemit politik dhe juridik të Maqedonisë, duke vendosur shtet mbi parimet e konsenzusit maqedono-shqiptar të mbështetur mbi liri, demokraci, barazi dhe drejtësi. Na shpjegoni pak konkretisht si do të duket kjo, si do të arrini, cilat janë hapat konkrete? Që të kuptohet se çfarë nuk kupton, ridefinimi është mirë s'pari herë të qartësohet se çfarë është sot, çfarë shteti është sot Maqedonia. Thanë, ne dim që edhe në mbledhjen e Asnomit kur u themelua së pari herë Republika Socialiste Popullore e Maqedonisë, edhe në kuadër të Jugosllavisë, edhe në vitin 91 kur u bë shtet i pavarur, edhe në kushtetutën e vitit 2001 ajo gjithnjë e ka imponuar që kombi shumicë në Maqedoni, pra Maqedonasit ta kenë primatin e shtetit. Qoftë me emrin e shtetit i cili lidhet vetëm me kombin Maqedonas, qoftë me simbolet e shtetit që s'kan bëjnë me asnjë etni tjetër ose që s'përfaqësojnë askë tjetër post Maqedonasve, qoftë me himnin e shtetit, qoftë me përcaktimin e sovranitetit në kushtetutë, qoftë me mënyrën e përfaqësimit të komuniteteve të tjera, dhe ne e kemi konstatuar se për këso arsye Maqedonia është një shtet asimetrik, sepse është një shoqëri shumë etnike dhe është një shtet një etnik. Dhe ne kemi thënë që mund bëhet ky shtet funksional, pra jo që të ndahet, të federalizohet, të shkatërrohet ose të tjera, por që të mund bëhet ky shtet funksional, i zhvilluar dhe i gatshëm që të karoj me shtetet e tjera të bashkimit Evropian, është mirë që të korrigjohet asimetria, që edhe shoqëria shumë etnike e këtij shteti të shfaqet në tërtimin e shtetit, domethënë edhe në simbolet e shtetit, edhe në emrin e shtetit, edhe në përfaqësimin hierarkik, edhe në shpërndarje të buxhetit, edhe në strategjinë e zhvillimit të arsimit, shëndetësisë e të tjera e të tjera. Domethënë, kjo është ajo që ne e kemi ofruar, do të thënë jo që kemi kërkuar, për faktin e thjeshtë se kjo nuk është diçka që i bie themeleve të shtetit ose që e shkatron shtetin. Unë jam fort i bindur se kjo është edhe në favor të kombit shumicë Maqedonas, për faktin e thjeshtë se kështu si është, ky shtet është me një handicap të madh. Për shkak se komunitetet jo shumicë nuk e ndjejnë si atë dheu i tyre, nuk janë të përfaqësuar në këtë shtet në kuptimin e plotë siç janë të përfaqësuar bashkë qytetarët e tyre të kombit Maqedonas e kështu me radhë. Domethënë, është thjesht për arsye që shteti të funksionalizohet, arrihet barazi e plotë dhe shteti të bëhet që është shumë etnik.
Po, mirë po, si do të arrini këtë, si do të bindni të themi, ose do të ulni në tavolinë partnerin Maqedonas, sepse realisht e dim që kush do të i fitoj zgjedhjet nga pala maqedonase dhe nga ajo shqiptare bën koalicionin. Na shpjegoni si do ta Më thonë kështu, ne nuk mund të paragjykojmë për procesin i cili do të zhvillohet për formimin e qeverisë së ardhshme, por ne jemi të vendosur që çdo qoftë në palën Maqedonase ne të flasim ashtu siç po flasim edhe sot në këtë studio. Do të thonë, janë një spektër i madh i ligjeve, ka elemente të kushtetutës, ka çështje të përfaqësimit, ka çështje të shpërndarjes të buxhetit, e shumë gjëra të tjera, të cilat do të jenë pjesë e diskutimit për formimin e qeverisë. Por që se e kemi shumicën e nevojshme që të bëhen ndryshimet kushtetuese, e vendosim edhe atë si pikë të marrëveshjes sonë. Po mos e kemi shumicën e nevojshme që të bëhen ndryshimet kushtetuese, por ekziston shumica e nevojshme që të ndryshojnë një spektër i gjerë i ligjeve, e bëjmë atë pjesë. Po të kemi mundësi që të vendosim një agjendë tjetër për shpërndarjen e financave në shtet, që shtetit mos jetë diskriminues ndaj shqiptarëve dhe ndaj askujt tjetër, e bëjmë edhe atë. Domethënë, është punë që duhet të negociohet dhe ne shpresojmë që nuk duhet të ketë ndonjë refuzim për faktin e thjeshtë që ne s'po kërkojmë shkatrimin e shtetit. Mirë, po kur ka negociata e dim që ka lëshime. Çfarë do të kishin lënë ju nga platforma juaj? Ne nuk duam të lëmë asgjë, se kjo nuk është vetëm në interesin e shqiptarëve, është edhe në interesin e shtetit. Domethënë, ne mund të lëmë, si thua, të heqim dorë që të mos vëmë kusht të ndryshimin e kushtetutës për shkak se mund të mos e kemi shumicën absolute. Domethënë, i bie që nëse nuk i kemi 82 deputet bashku në partnerin ton, e lëmë si çështje që mund ta flasim në të ardhmen, por ne nuk do të heqim asnjëherë dorë që ato gjëra të bëhen. Por nuk do ta lëmë që për shkak se nuk e kemi në këtë kohë atë shumicë të mos bëjmë plot korrigjime të tjera të sistemit që mund të bëhen me shumicën e thjeshtë ose përmes marrëveshjeve politike. Do me thënë, po e dim, për shembull, e dim që themi pala Maqedonas është e njohur për mos mbajtjen e fjalës. Cila është garanca juaj se okay, do të merremi vesh, ja këto janë kërkesat tona, i pranojmë, mirë po çfarë garantoni se si mund të garantohet se realisht do të realizohen këto që i kërkojnë? Kështu domethënë, ne duam që çfarë do të nëse diçka prej tyre mbetet jashtë? Ne do të duhet që s'pari herë të vendoset një standard që marrëveshja për krijimin e përbashkët të qeverisë të publikohet edhe të afatizohet. Nëse ne merremi vesh që e zgjidhim çështje e që quhet shqipe, për të cilën ne nuk do të kishim pranuar të futemi në qeveri, dhe e vendosim afatin, ajo çështje ose të bëhet prinda atij afati ose s'ka qeveri. Domethënë, ne po duhet mësohemi që të veprojmë bazë të marrëveshjeve të cilat i nënshkruajmë dhe vetë i afatizojmë. Dhe unë s'mendoj që dikush e do që të mos ketë qeverisje stabile. Se ne nuk do futemi në qeveri me çmimin, hajde ne të futemi një herë e shohim pastaj, jo domethënë. Hajde ne një herë të merremi vesh, i vendosim afatet edhe ecim me agjendë ecim. Dhe unë dua që çdo qytetari i jonit të ketë mundësi që ta ndjek agjendën të cilën ne e kemi vendosur në marrëveshjen tonë, që kur të shkosh pastaj të kërkosh votë, ai mund të thotë, po ju
keni shkruar që këtë çështje e zgjedhni fjala bie sikur që ishte në këtë mandat të PD-s, ata thanë që për 6 muaj integrohemi në NATO dhe ajo nuk ndodhi. Do thonë, kishte qenë e rendit sot qytetarët shqiptar thonë juve mos mu japim vota shkaku se na keni kënyje. Po nëse ju ndodh e njëjta. Nëse partneri i ka syt nga Rusia apo Serbia, cili do ishte skenari më i mirë për shqiptarët? Në programin zgjedhor të koalicionit të rilindje me besë kemi shkruar shumë saktë cili është orientimi jon për marrëdhëniet e shtetit me vendet e tjera. Domethënë, ne mik ose aleat më të madh botë i kemi Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe në këtë pikë nuk ka asnjë fije të kompromisit. Në rregull. Ata cilët s'mendojnë kështu ne s'mund bashkë qeverisim me ata. Thonë, ajo është një pikë e cila është pikë parimore dhe ne s'mundemi këtu të bëjmë kompromis. Pastaj është çështja e dytë, ne kërkojmë një Maqedoni e cila është e kthyer ka Shqipëria dhe Kosova, e jo ka Serbia. Ne shohim cili është interesi edhe i shqiptarëve, por ne jemi shumë bindur që një Maqedoni e kthyer ka Shqipëria dhe Kosova s'pari herë ka të fuqishëm stabilitetin të brendshëm shtet, për shkak të shumicës shqiptare që është këtu në Maqedoni, e fuqizon kohezionin të brendshëm shtetëror. Edhe po si do të pranohet kjo nga pala tjetër, nga etnitetet e tjera, nëse ne jemi kushtimisht të kthyer nga Kosova dhe Shqipëria? Më thonë, e kam në fjalën që kur që ta shpjegoj çfarë është kjo të kthyer nga Shqipëria dhe Kosova. A thonë, Maqedonia duhet të krijojë marrëdhënie shumë të ngushta ekonomike me Shqipërinë edhe me Kosovën. Dhe Shqipëria dhe Kosova duhet të garantojnë që nuk do të kenë, siç është edhe sot, nuk kanë pretendime territoriale ndaj Maqedonisë. Por i bie që të ketë shkëmbime të fuqishme shkencore, kulturore, artistike, ekonomike, thash, tregtare, por përshpunim në fushën e sigurisë, në avancimin e të drejtave dhe demokracisë, dhe askush nuk humb aty. Askush s'ka pse të ndjeti i ofenduar, për shkak se as shqiptarët në Maqedoni, as shqiptarët e Shqipërisë dhe të Kosovës nuk e kontestojnë as shtetin e Maqedonisë, as identitetin e kombit maqedonas, as gjuhën. Fjala bie, Maqedonia ka pasur në kohë të PD-s dhe të FMR-s marrëdhënie të shkëlqyera me Serbinë, e cila nuk e njeh kishën. A thonë, a ne nuk kemi asnjë çështje të hapur si komb me etnin ose me shtetin e Maqedonisë. Andaj jemi fort bindur se kjo është ofertë e cila i ndihmon shtetit, nuk e shkatërron dhe nuk e dëmton interesin e shtetit. Në rregull, ju keni gjithashtu zgjidhjen e emrit, problemit me çështjen e emrit me Greqinë, e keni në kërkesën tuaj për nëse qeverisni në qeverinë e ardhshme. Na konkretizoni si do të arrini të bëjmë të gjejmë një emër që do ta reflektojë shoqërinë shumë etnike të Maqedonisë. Çu do të thonë, ekzistojnë dy çështje që duhet të mirën në konsideratë kur flasim për çështjen e emrit të shtetit. Shqiptarët po duhet të jenë të përfshirë në procesin e zgjidhjes së problemit të emrit shtetit. Për shkak se nuk bëhet fjalë për një shtet të huaj, bëhet fjalë për një shtet i cili me të cilin identifikojnë edhe shqiptarët të Maqedonisë. Ne nuk mund të sillemi me çështjen e emrit sikur ajo të jetë pronë e kombit maqedonas, dhe ne s'merremi fare
siç më atë. Ne duam që si shqiptar të jemi të përfshirë në procesin e zgjidhjes së çështjes së emrit. Kurse zgjidhja jon, oferta jon është kjo. Në kohën që do të ridefinohet shteti, ne kemi quajtur që do të deetnizohet shteti, që të ndahet çfarë është etni dhe çfarë është shtet, ne do të kërkojmë që nga kombi maqedonas që ata të mos e lidhin identitetin e tyre me emrin e shtetit. Çfarë i bie kjo? Të krijohet një identitet i përbashkët shtetëror që i përfshin aty edhe shqiptarët, edhe turqit, edhe romët, edhe bosnjakët, edhe të tjerët. Sepse sot, më thonë, sot edhe identiteti shtetëror, edhe identiteti etnik i kombit Maqedonas është i njëjtë. Ajo është sikur ju sot të quani shqiptarët të Preshevës serb ose bosnjakët e Sandžakut serb. Më thonë, ata sot insistojnë që edhe shqiptarët quhen makedonci. Ne nuk mund të jemi makedonci, për shkak se janë ata. Edhe ata është mirë që të merremi vesh që ata e ndajnë identitetin etnik të vetin, që neve nuk na prish puna ata të mbeten me identitetin etnik makedonci, por duam që identiteti i shtetit të jetë i përbashkët. A mund të jetë ajo një identitet fjalabie maqedonian, që nuk është as një etni ose ndonjë formë tjetër, ekzistojnë domethënë këto zgjidhje për cilat ne jemi që edhe shqiptarët, duhet ndryshime kushtetuese. Para praktikisht nëse nuk mund të arrini këto ndryshime kushtetuese. Kjo nuk është e thënë që do bëhet në mandatin e parë, do thënë nëse ekziston shumicë e mjaftueshme që të iniciojnë ato ndryshime kushtetuese në këtë mandat, e bëjmë tash. Po të mos e kemi këtë shumicë absolute që të mund të iniciojmë ato gjëra, ato janë elemente që shtyhen për në tutje, por asnjëherë s'mund të hekim dorë. Ju jeni të bindur se do të fitoni? Absolutisht. Sikur të mos ishim bindur, s'garojmë fare. Ky optimizëm, anketa apo? Po anketat e flasin atë, domethënë ne ju e shihni që nëpër anketa dallimi mes nesh edhe mes BDI-s është shumë i vogël, domethënë ne shkojmë shumë afër BDI-s, ajo bie. Ama e keni pjesën e tjetër të votuesve të papërcaktuar ose që s'kan vendosur ose që nuk duan të deklarohen, të cilët me shumë gjatë mbas të analizave që bëhen janë votues opozitar, për shkak se ata cilët janë votues të partisë në pushtet nuk kanë frikë dhe dërojnë që ta shprehin identitetin e tyre të përcaktimit partia, kurse votuesit cilët e kanë frikë, domethënë ju e keni edhe vetë parasysh çfarë forma të presionit janë sot shqiptarët e Maqedonisë, jemi shumë mirë se plot shqiptarë nuk deklarohen, dhe kur shifet se sa është i madh numri i atyre që nuk deklarohen, domethënë i bie që ato se janë votues vota opozitare, dhe kur shifet se sa është i vogël dallimi mes neshe dhe partisë shqiptare në pushtet, është të dallim fare i vogël, i bie që shumë lehtë të kalohet me kemi pa anketa të ndryshme. Nuk mund të jemi të sigurt posaçërisht për partinë tuaj se cili është numri sakt i elektoratit, sepse anketat vijnë nga qendra të ndryshme. Megjithatë, ju faleminderit për përgjigjen. Mund të them për çështjen e anketave. Unë besoj që ju spaku si një medium për cilin kam shumë respekt se është i pavarur, jeni në gjendje të vlerësoni anketat të porositura të partive të caktuara dhe anketat që vërtet e matin opinionin publik. Okej, ndesha të dal në atë t'ju pyes se pse
Qëndron dallimi themelor mes lëvizjes Besa edhe partive tjera shqiptare në opozitë apo në pozitë? Lart poshtë gjitha partitë shqiptare i kanë të njëjtat oferta për shqiptarët, për barazie kështu me radhë. Cili është dallimi? Unë mendoj se ka shumë dallime, por nuk di a do të kemi shumë kohë që ti Shkurtimisht, në disa shpjegojmë pika. gjitha, domethënë. S'pari herë lëvizja Besa nuk është themeluar si fraksion i ndonjë subjekti tjetër ku aktor politik mund të kenë pasur ndonjë zëng të brendshme mes vete që janë shkëputur dhe pastaj kanë themeluar një subjekt tjetër. Lëvizja Besa është një subjekt komplet i ri, i cili lind prej vullnetit të lirë shqiptarëve të Maqedonisë. Po dhe realisht edhe BDI-ja tash i ka ndryshu personat të cilat dalin kërkojnë votën, apo LRPDSH-ja ka njerëz të ri. LRPDSH-ja është subjekt që është shkëputur prej PDSH-s. Nuk është subjekt i cili ka lindur vetiu nga vullneti i lirë shqiptarëve të Maqedonisë. Liderin i cili ka qenë antar i Jo, BDI-s. nuk është, domethënë, A ka qenë dikush diku në parti? S'ma kuptuat idenë, domethënë, nuk është puna se ne nuk ka figura të cilat dikur kanë qenë për subjekte politike. Domethënë për shkak se shumica e shqiptarëve të Maqedonisë dikon kanë qenë për parti politike. Është çështja a ka lindur subjekti për shkak të fraksionimit të partive të tjera apo ka lindur subjekti si një produkt autentik i shqiptarëve të Maqedonisë. Domethënë, unë mendoj se pikërisht çështja e autenticitetit është ajo që e bën lëvizjen Besa subjekt i dallueshëm për aspektin politik të shqiptarëve të Maqedonisë. Është elementi i ridefinimit për cilën folëm, domethënë. Është elementi i inkuadrimit të moralit shqiptar në politikë që shpërfaqet me elementin të besës shqiptare. Domethënë në kohën që partitë politike aq shumë herë kanë premtuar dhe se kanë mbajtur atë premtim, ne mendojmë se po duhet futet elementi i moralit shqiptar që kur të thuhet fjala çfarë do qoftë ajo, domethënë në politikë të mbahet ajo. Të shpresojmë se kur do provoni, nëse provoni edhe ju në pushtet, e dim që pushteti i prish. Ne do mund të flasim prapë dhe të shifemi. Është pastaj një element tjetër që po ashtu shumë është rëndësishëm me çfarë kuadro futesh në politikë. Ne dim që një faktor shumë i rëndësishëm i dështimit të partisë shqiptare në pushtet ka qenë pikërisht për shkak të kuadrave të kapura dhe të hipotekuara. Dhe ne kemi qenë shumë të kujdesshëm që nuk mund të shtyhet ideja për ridefinimin e shtetit me kuadra të kapura. Andaj kjo është një vlerë të cilën e them pa drojë dhe pa prepotencë që nuk e ka pasur asnjë subjekt tjetër politik në Maqedoni. Andaj ne flasim hapur edhe lirë për shkak se s'kemi frikën e askujt se po na vjen në tavolinë me CD ose me USB të përgjimeve sikur që u kanë shkuar këtyre të BDI-s në themelimin e qeverisë së kaluar. Jeni të sigurt se keni burime të brendshme nga mbledhja? Kam lexuar në për shtyp, domethënë, nuk s'kam qenë pikë pjesë e bisedimeve, por fakti që ata asnjëherë s'kan mohuar dhe fakti që përgjimet që u nxorën ishin të mjaftueshme që të kuptohet se shumica ishin të kapur, i bie të konkludojmë se ato informacionet të dhëna nëpër media kanë qenë të vërteta. Le të kalojmë në një çështje tjetër. Na tregoni sa është buxheti i lëvizjes Besa për këto zgjedhje? Realisht nuk i kam informacionet e sakta për shkak se nuk jam i financave dhe nuk kam rol të tillë në shtab, por sa e di janë të publikuara, domethënë, raporti për shpenzimet e fushatës, edhe sa e di unë më duket se deri në fund fushatës i bie të publikohet i gjithë raporti. Kështu që besoj që do ta keni shumë javën e ardhshme, ajo punë do të jetë do
të publikohet edhe shohin gjithë pastaj. Nga financohet partia juaj? Kemi edhe pyetje nga lexues. S'ka problem, do të thonë nëse është puna për financimin e përgjithshëm ose për financimin e fushatës, Lëvizja Besa edhe gjithë edhe fushata zgjedhore e koalicionit Rilindje me Besë është me vetë financim, një pjesë të madhe vjen nga burime të brendshme, një pjesë tjetër vjen prej afarizëve shqiptar të Maqedonisë dhe një pjesë tjetër vjen prej mërgatës shqiptare të perëndimit. Për shkak të presionit të madh, i cili u bëhet shqiptarëve të Maqedonisë veçmas, afaristëve shqiptarë, që kanë frikë të deklarojnë në mënyrë publike, ata vinë dhe e ndihmojnë në fushatën tonë në mënyrë që nuk duan të publikohen. Domethënë ata vinë që nuk do askush pilem as ti shoh se vinë, domethënë vinë kështu vetëm shkojnë te dikush ose në të shumtën e rasteve fjala bie shkojnë e paguajnë një shërbim, ku e di, shtyp të fllaerave ose shembull autobusi i cili e ecë, domethënë e ka paguar vetëm një afarist edhe ai ka kushtuar 3.000 euro ka kushtuar. Domethënë është kjo formë me cilën financohet fushata, është mirë që ta dinë shikuesit tanë që ne nuk kemi as parat Maxar Telekomit, nuk kemi parat të... Po kishim një pyetje nga lexuesi, a keni lidhje financiare me Turqinë? Çfarë është lidhja? Nuk kemi lidhje financiare me Turqinë, ajo është një shpifje që e kanë artikuluar këta VDI-s dhe vjen keq që e kemi shpjeguar mbi 70 herë dhe akoma shtrohen ato pyetje. Do me thënë, le të qartësojmë partia Erdoganit, ose qeveria, po çfarë do qoftë individi nga qeveria e Turqisë nuk ka financuar krimin e partisë, fushatën, apo diçka të ngjashme? Jo, domethënë përjashtohet mund të jetë që të ketë afarist shqiptar që kanë biznese që me Turqinë që të mund të ndihmojë, ajo nuk është as punë e shtetit, as punë e AK-partisë, as punë e, domethënë s'ka lidhje ajo punë. Domethënë kjo është punë, e theksoj edhe një herë, Lëvizja Besa është produkt autoktoni shqiptarëve të Maqedonisë. Dhe gjithë kjo fushat e cila bëhet në këso rrafshi është thjesht për ta nxirr suksesin e saj në zgjedhje. Në rregull, ju është afruar ndonjë parti maqedonase për koalicion, LSDM apo e treta, domethënë ne deri tash nuk kemi pasur asnjë kontakt me VMRO-n. Domethënë edhe sa është ky leadership nuk mund akoma të vendosim asnjë linjë. Keni thënë që nuk bëni koalicion me këtë leadership, jo, domethënë nëse ndodh atje reformimi i atij subjekti, atëherë mund të flasim. Domethënë hipotetikisht fiton VMRO-ja, ju i thoni reformoni dhe pastaj nëse dhe ju nëse fiton VMRO-ja dhe mandatin për të formuar qeveria ka Nikola Gruevski, ne s'ka mundësi të jemi pjesë asaj qeverisë. A keni etni tjera në parti maqedonas turq? Jo, domethënë ka mundësi dikun incidentalisht ketë, por kjo nuk është ndonjë element i cili e ndryshon trumbullarin etnik shqiptar të Besës. Mendoni të ardhmen ndoshta mund të qëndroni në partinë politike etnike apo? Unë kujtoj se nëse arrin të bëhet ridefinimi i shtetit dhe të bëhet Maqedonia një shtet funksional, i bie që në kuadër të Bashkimit Evropian të mos ketë më nevojë për parti etnike. Për shkak se shpresojmë që të zgjidhim çështjet e qumës, çështjet e shpërndarjes buxhetit, çështjet që të mos jetë askush i diskriminuar në shtet e të tjera. Në atë kohë shpresoj se mund të flitet për parti multietnike, por në këtë kohë unë mendoj se është akoma shumë herë të flasim për parti multietnike. Pyetje nga lexuesi,
çfarë mendoni për koalicion me partinë e zotërisë Sela? Pas zgjedhjeve Pas zgjedhjeve, mund pas të bashkëpunojmë me gjitha partitë opozitare pos MBDI. Pos me vëdejnë. Me LSDM përmendet që kishi takime? Me LSDM kemi pasur takime edhe zyrtare dhe kemi biseduar mjaft, të ta shohim se si të dalin ata në zgjedhje të pastaj e shohim. Zotëri Zaev disa herë ka thënë që do të ketë trazira nëse nuk vazhdohet mandat, nëse nuk ka prokurori speciale, do të ishte bashkangjitur edhe koalicioni juaj në këto trazira? Unë thash parës në fillim që nuk du të flas për çështje të trazirave, ne nuk e kemi hallin e trazirave se shqiptarët edhe sot i vuajnë pasojat e trazirave, ajo që është shumë e rëndësishme. Ne ishim parët si subjekt politik në Maqedoni, edhe në kampin shqiptar, edhe në kampin Maqedonas, që e artikulua nevojën për themelimin e prokurorisë speciale publike. Dhe ajo sot është themeluar, domethënë u themelua 3 muaj pasi që ne e kishim propozuar. Dhe ne mendojmë që cilado qeveri e ardhshme detyrën e parë dhe themelore ka që t'ja vazhdoj mandatin e prokurorisë speciale publike, të inicioj spakun e partë special në gjykatë. Mirë po, themi nëse tani e dim deklaratat e secilës parti kush për cilën është, nëse hiqet. Si nëse hiqet? Nëse ndalohet të vazhdoj puna e prokurorisë speciale, pa marrë parasysh se si. Atëherë çfarë mendoni se mund të bëhet? Unë jam i thellë bindur që s'ka forcë e cila e anulon prokurorisë speciale publike, sepse ajo i bie që të godas në boshtin kurrizor të Maqedonisë. Edhe një pyetje, pasi që ju premtuan se do të jeni sonte në tubim në Gostivar dhe nuk do zgjuarim. Nuk e di, a do të arrish shkaku se kam edhe ca punë të tjera, por s'ka problem. E vazhdojmë. Okej, atëherë disa nga pyetjet të cilat i kemi bërë edhe një pyetësor nga për gjithë partitë. A duhet të rënohen apo të dislokohen përmentorët e Shkupit 2014? Unë mendoj se një pjesë shumë e madhe e atyre përmendorëve ka mundësi të dislokohet, të krijohet diku në një park, në një vend ku do të futen atje gjitha për qytete të tjera? Po edhe në Shkup edhe në qytete të tjera, domethënë unë e mendoj që ne nuk duhet që të lejojmë që identiteti i Shkupit bëhet mbas të atyre përmendorëve. Andaj sikur të kishim pasur në fuqinë e pushtetit, do të kishim iniciuar një propozim të tillë. Në rregull, atëherë çfarë mendoni për abortin? A duhet të mbetet legal? A duhet që të mundësohet femrave vetë të zgjedhin? Për shkak se jemi parti konservatore, ne kemi thënë edhe nëpër dokumentet tona që çështja e abortit nuk duhet të jetë çështje e vendimit të shtetit, është çështje për cilën vendosin vetë prindërit e fëmijës. Po për fenë në shtet, domethënë kemi dëgjuar se Lëvizja Besa tenton që ta fusë fenë. Plot këto gjëra, po. Domethënë Lëvizja Besa nuk ka asnjë deklarim publik, asnjë dokument shkruar ku flet për përzierjen e fesë në politikë ose në shtet. Domethënë e kemi thënë shumë hapur që ne jemi për ndarjen e shtetit nga feja. Megjithatë kishte disa kritika nga analitë, nga opinioni se përdoret fjala nëse jeni me Zot që një farë mënyrë fyen të tjera të cilat nuk janë me Zot atëherë. Jo, domethënë kështu që ja çfarë si e po shpjegoj. Ata opinioni të cilat e kanë thënë atë gjë çfarë herë është thashur të pyeten pse para disa viteve një politikan shkup në tubimin e tij të fundit vërtetëse Allahu Ekber dhe askush atëherë nuk tha asnjë gjë, ose duhet të flasim pse politikanët partisë në pushtet në secilin tubim që shkojnë përdorin ligjërim fetar, dhe kjo që u ka bërë atyre
përshtypja është në fakt një sfidë cilën e ka ndërtuar Partia Shqiptare në pushtet. A ne e ndjejmë se elementi i të hynishmes, i metafizikës, është mirë të jetë pjesë e moralit ton publik. Andaj nuk hezitojmë që të themi se ne e besojmë Zotin. Domethënë dhe këtë nuk e bëjmë për shkak të përfitimeve politike siç bëjnë shumë eksponent të BDI-s që sot i gjejnë nëpër të xhami i gjejnë. Domethënë ne a ekziston pesa apo jo, ne kemi qenë të tillë çdo herë. Unë mund vetëm të rikujtoj se himni shqiptar e përmend fjalën Zot. Himni i flamurit amerikan e përmend fjalën Zot. Presidenti Obama se cilin fjalim e ka Zoti e bekoft Amerikën. Dhe mendoj se është shumë stereotip që të mendohet se dikush po abuzon me emrin e Zotit. Jemi shumë të vegjël ne që të abuzojmë me emrin e Perëndisë. Në rregull, a do të hiqni dorë ju nga shpenzimet për udhëtim dhe do për të dërguar në raste për nevojë sociale? Nëse shfaqet kjo nevojë, po sigurisht. Atëherë edhe një pyetje, cila është strategjia juaj për administratën e stërmbushur? Domethënë, e dim që gjitha raportet e Komisionit Evropian, posaçërisht viteve të fundit, ka shprehur nevojën për një farë reformimi të administratës, sepse është shumë e stërmbushur dhe kemi persona të cilët rinë në shtëpi apo nuk janë të kualifikuar edhe pse janë në punë. Cila është strategjia juaj për këtë? Do thonë kështu, s'pari herë edhe ne jemi të bindur që administrata shtetërore dhe publike është e stërmbushur me punëtor, për shkak se partitë në pushtet e kanë përdorur administratën si makineri me cilën i kanë fituar zgjedhjet. Ne jemi shumë të interesuar që të respektohen rekomandimet e Bashkimit Evropian për uljen e numrit të punëtorëve të administratës, por në asnjë rast nuk do të lejmë që askush të përjashtohet nga puna. Domethënë, nëse dikush e ka bërë gabimin me rritjen enorme të administratës, ne nuk duam të bëjmë gabimin që të shkatërrojmë ekonomitë familjare për shkak të uljes së numrit të punëtorëve në administratë. Jemi fort bindur se ka mundësi të tjera shumë të mira që të zgjidhet edhe ky problem. Po cila është zgjidhja juaj? Një mundësi është që mund shteti të marrë një vendim që administratorët fjala bie mbi moshën 60 vjeç të pensionohen gjithë. Dhe kjo pastaj e ul numrin e administratorëve. Megjithatë do ta rëndojnë ndoshta sistemin pensionar. Sigurisht, domethënë po them që ka zgjidhje të cilat mund shikohen edhe të balansohen, tash nuk s'po them që e bëjmë këtë sigurisht, por ekzistojnë mekanizma që mund ta rregullojnë çështjen e administratës. Fjala bie nëse arrim të hapim bizneset mesme dhe të vogla, siç e kemi të përshkruar në programin tonë zgjedhor, dhe do të motivohet të rinj shqiptarë që të kalojnë sektorin privat. Domethënë e bëjmë shumë joshës sektorin privat. Jam fort i bindur se plot shqiptarë të jenë të interesuar të kalojnë në sektorin privat. Kurse nëse insistojnë pala që donat e tjetë mbetet ky numër i shqiptarëve, mendoj ky numër i punësuarve në administratë, atëri bie që të respektohet përqindja e shqiptarëve e përfaqësimit shqiptarëve aty që i bie të punësojnë spaku edhe 7.000. Por domethënë është bërë një gabim të cilin ne s'mund ta vuajmë. Domethënë pushteti i BDI-s edhe i FMR-s në vend se të respektojnë rekomandimet e Bashkimit Evropian për administratën, ata çfarë kanë bërë? Në çdo konkurs që janë punësuar 10 shqiptar,
femëroja i ka mësuar plus 100 të kombit Maqedonas. Në rregull, mirë, po mendoni se është kjo zgjidhje ti punsojmë edhe 7.000 të tjerë? Jo, domethënë, unë jam kështu që sa ata insistojnë që të mbeten në këso qëndrimi dhe nuk janë të gatshëm që të gjejmë zgjidhje të politishme sipas rekomandimit të Bashkimit Evropian, në atë rast i bie që shqiptarët të kërkojnë të përfaqësohen saktë sa kur duhet, domethënë janë tash 17%, bëhen 25%, janë dikon mbi 7.000 shqiptarë të ri të cilët do të punësoheshin. Konkretisht, cila është strategjia juaj për të mbajtur të rit në vend? E kemi thënë në shumë tubimet tona, kjo është agenda jonë më e rëndësishme, duhet patjetër krijohet mirëqenie ekonomike. Nëse nuk arrim të krijojmë mirëqenie ekonomike, janë të kota edhe gjitha betejat tjera të fushë të politikës. Ne jemi fort të interesuar që të zhvillohen bizneset e vogla të mesme, që të luftohet informaliteti në ekonomi, domethënë të legalizohen bizneset dhe kjo të mos jetë në dëm të afarisëve, por shteti të ndihmojë që çdo kush të mund zhvilloj biznes legal. Do të jemi shumë të interesuar për subvencionime në fushë të bujqësisë, blegtorisë, të turizmit dhe të industrisë së lehtë, dhe veçmë jemi në përgatitje sipër të projekteve me një institut sloven i cili ofron ndihmë që të hartohen projekte të këtilla për zhvillim ekonomik të vendbanimeve shqiptare. Në rregull, edhe pyetja për fundit, si mendoni të rregulloni çështjen e ajrit të ndotur apo thjesht ambientit të ndotur, sepse nuk është vetëm ajri. Cila është strategjia e cila e propozon partia? Kështu unë mendoj që ne nuk kemi çfarë shpikim në këtë pikë, ka plot konventa të kombeve të bashkuara, ka plot rregullore të Bashkimit Evropian, të cilat i kanë vendosur kornizat për ambient të pastër. Dhe veç po duhet ti respektojmë ato që të kemi ambient pastër në Maqedoni. Nuk kemi diçka të veçantë cilën ne e ofrojmë ose që e shpikim për faktin e thjeshtë që ku e di fjala bie nuk gëzon në ajrin e zonës së Pollovut të keq aq grim sa helmuese sa ka sot. Dhe shteti e ka për obligim të që zgjidhë ose i vendos filtrat në fabrikën Jugohrom ose shpik diçka, por nuk mund në asnjë rast ta pasojë qytetari për fajin e shtetit. Në rregull, atëherë faleminderit shumë zotëri Ibrahimi për që ishi sonte me ne. Shikues të nderuar, ky ishte debati me zotëri Zeqiria Ibrahimin. Qëndroni me ne në emisionin e radhës me zotëri Gëzim Ostrenin të premte në ora 6. Ju falenderit.